profesorët e javë, në shkëtimi në zjedhjet edhe shtetë në rëndësishme që të rritë në përshake për të vendosin, sepse ju e patë që këtë delitari, këtë je më i malë se i 2 dhe 3 së bashku, nëse nuk e ke shumicën vetë. Me qenë se automatikisht edhe ata që nuk jenë në një tjetëri kundër te e bashku. Tash që nuk është rasionale, po për fatkeq jemi në një situatë jo vetëm tani, por që nga viti të vjenës që ka shumë i nëmë të qërësi me politikë. Dhe nuk është halem heqë. Po në që është realitet, edhe unë besoj që kjo lidhët shumë në vitin 2020. Ju e dini që në fund të masi vitin 2020, në ka të mëzullë, të kërënjështë. Në zjodhe njëherë me 6 vota, me 3 shkurt 2020, mas kazë të të mëzullë me tabë në vota. Qa në vota? Në të doha. Dhe ata kërë pas minutë që në stena më kur. E ma një këteva. E kërë këteva këshë pas minutë që më zëjba. E u sërzoha. Vjesh mas ramere, u bojnë nështë të nga dhe vjetë, tatë të rëthënë janë 4 vjetë e 8 mujë që jenë të tyrë, herën e parë mandatë nga qenë tepër në shkullë, cëtë herën e 2 tepër në gjallë. Ora dojtë të mandatë tama, asë në shkullë. Të gjithë, si shpa ka dhvina, të gjithë që të sërë nuk të të venit pas krishtinje, ose për krishtinje, si dhe mos për vitë të ri, që zakonisht bojnë bashka dhe bashkë nasër, e di që shumë për ju punëmi, e kemi edhe mundësi që të votoni qoftë me kozë në adresën e KQZ-s, ose në adresën e KQZ-s, ku dhe që në për Evropë, ku dhe të në Rëgjit, por ekziston një adresë të KQZ-s në ose. Por të zjelit, komunin e votim në kozë, ose edhe fizikisht në ambientet e ambasadës, konsulatëve, ose ku dhe që në caktuar të hapësira për mundësin e votim. Por nëse du vendosin në ose, nëse regjistrohuni për të votuar në kozë, ose këtu fizikisht, atër nuk e të votoni atje. Atje e janë i veç për fesë me vitë 30 të dorë të por nëse regjistroheni, ta dini që kush nuk është regjistruar, ka afat vetëm në revelatën gjallë të tonë. Për shtetën në zishtë në shkatrim në regjistrimin, ata që nuk të në revelatën 20 dhezor për të votuar në Kosovë. Dhe votimin e për ambasadave në konsulata do tjetë, nëse nuk gabojnë, me do 27 ditë. Pra të shtunën në 27 ditë. Vetëm një ditë para zgjedhjeve që bëhen në Kosovë, do të bëhen zgjedhje në diasporë. Ne ta shfrytëzojmë masivisht për të drejtë, të gjithë kjo që kemi të drejtën për votë, dhe në këtë mënyrë ta fillojmë një 4 vjeçar të ri, ku e forcojmë ushtrin, integritetin territorial, sovranitetin, e ngrisim edhe më shumë ekonominë, bëjmë projekte edhe investimet në loja kapitale, ashtu që qytetarët e Kosovës edhe ju këtu kemi sa më shumë mirëqenie për komunitet, sepse ne dimë që pikërisht kjo është njëkohësisht edhe amandmenti të shnorëve të kombit e Justicisë Qytetare të Kosovës, po dhe në tjetër janë edhe dëshirat e rinjisë e ëndrat e fëmijëve për të ardhur me shumë të mirë se sa koha që kemi kaluar. Faleminderit.
Kam mbaruar programin. Ma shumë. Edhe Zhakov shkode në dy qytetet në hanë Mazdorës. Ejde, Shkodra se ne komi Mazdorës dhe herë, ose në Handonë. Merci. Enorm zoti Ministre, enorm të smakës, në më këshirë shqiptarë në rëndi proces. Këshirë shqiptarë në rëndi është i organizatë të kriju me iniciativës të lidhjes të organizatë shqiptarë në rëndi. Funksionimi është bashkëpunimi në lidhje përcjellja e vlerave dhe traditave tona shqiptare në rëndi. Po ashtu lidhja e diasporës tonë në trojet tonë, e shqiptarë Ballkan, dhe forcimi jonë dhe bashkëpunimi jonë. Ne, për këtë gjë, falenderojmë shumë në mbështetjen që na bën Ambasada e Kosovës. Zorin Tarusi. I falenderojmë për shkak ka kanë në organizimin dhe në federimin tonë qytetarë. Po ashtu duhet të përmend edhe ambasadorin e Nacionit të Drejtë të Kosovës që kanë ndihmuar shumë po e lanë mjenon ambasadën e Shqipërisë në Stockholm, që ka përgjegjësi për Ergjin, dhe them me plot gojë që instancat e shteteve tona kanë bërë maksimumin dhe bëjnë maksimumin që diaspora shqiptare me organizu edhe në fshehtë. Me ndihmu edhe me kontribu në lidhje. Unë vajtjeje në emër të Këshillit Shqiptar të Ergjin, non shqiptarë. Votoni, merrni pjesë votime, bani detyrën tuaj qytetare. Është e vetë një mënyrë kur ne kemi të drejtë në fort, me votu. Dhe të gjithë që votojnë kanë të drejtë në fort. Unë të votu nuk kena të drejtë në fort. Unë të ka që të pranë. Unë vërëj që zgjellje edhe procesi Kosovë jetë një proces i marë, jetë një proces e regu, dhe uroj që 2006 jetë një vit që në fillu marë për Kosovë. E në shkollën kene e zakonë që mesafir kur vinë, nuk kena qetë një njësë tur poshtë. E kur mëndova që mesafir e kryeministit të Kosovës, duhet të marrë një dhërat që mund të me deklaru, të marrë një dhërat normale. Se jam e rritë me të draftë, në e përdorë. E të pas parasysh që kryeministri jonë është i Kosovës, fletë shumë për kombin, edhe këtë flamuri është aje që në banë e tonë me të. Duke ditë edhe lidhje specifike kryeministrit me Norvegji. Ndryshëm është e në tjerë. Unë me dhejtë që në dhurata ma e mirë është një klub të thjeshtë. Unë shpresoj që kryeministri ty të plus ka me vesh kohën e lirë, edhe ka me dhunë për vesh kohën e lirë. Edhe në fundit, po dyshim, të ashti kryeministri ne respektojmë dhe dona